sa është i ngarkuar, madje që janë këmishat me punim maqine me dizajn pak më shumë, shkojnë ashta edhe 3 ditë. Po mu edhe për 2 ditë, mu i interesu kështu të në kohën, mu edhe për 2 ditë mi kry. Njomza vazhdimisht të mundohet të krijoj modele me detaje domethënëse dhe mbi të gjitha të ju ofrojnë rehati fëmijëve të vegjël. Pak shikoj edhe na për rrjete që ka punime, po munona edhe vetë diçka me nxirr edhe pi vetit, kështu diçka ma kujtohet një detaj, thom ta qes, pak ma ndryshe. E munona sa ma të bukura, sa ma të rehatshme me kanë edhe për fëmijë. Kom pas kërkesa edhe për të mëdhaj, tashmë na për dasma e kështu, po kryesisht për fëmijë jam shumë e kënaqshme. Familja tregon se janë për krahasit më të mëdhej të saj, ndaj edhe çmimet e veshjeve që shet mundohet t'i mbaj sa më të volitshme. Tashmë kunata, domethënë të zaket, do të miqve, që shtu të i pa në rrjetet sociale, domethënë faqe në Instagram, në TikTok. Tani kërëm pas qëto kërkesa dhe të i tregu njëri tjetrit, o Njomza po pënej këtesha komtare, o sa mirë, të nga mi porosita, jo. Kryesisht për fëmijë, mas shumë të për fëmijë, po dhe na për festa, kështu mi kanë marrë me qëra në shkolla, kërë në kanë 28 nëntori, tashme ma i kam edhe do porosi për mi ba. Qysh me thonë, pak ka shumë e kum ditë, se kohët e fundit shumë po kërkohet, sidomos edhe shtetet e jashtme, edhe ata po kanë qef, kur pi kanë fëmijët e parë, shumë po kërkojnë mi pas, mi ble ata ma shumë, po, kur kërkohet shumë, do me thonë, për fëmijë po. Njëherë për fillim, sa në fillestare, nuk po shkojt ato çmimet që shona për trege. Mënuna pak ma të lirë, të afërmet si zakonisht, sikur gjithmonë që janë ma me të lirë. Po mirë është, për momentin mirë njëherë, jam e kënaqshme. Një ëndër e Njomzës gjithsesi që përpos së shtëpisë të ketë në të ardhmen një vend adekuat ku veshjet e fëmijëve mund edhe t'i ekspozojë. Mendoj tashti, pak i kam fëmijë në vogël, po mendoj nashta vitin tjetër, kismet, me qenë një dukajt vogël, mi pas edhe do maqina ma profesionale, se këto janë ma shtëpijake, muj me thonë po me gjithat më kanë kry punë shumë mirë, po mendoj me zgjeru, me pas i dukaj, me pas edhe zgjidhje ma shumë kur të kom dukaj, me pas zgjidhje. Punimi i veshjeve kombëtare, sidomos për të vegjlit, është një qëllim i realizuar i 34 vjeçares nga Peja, sidomos për faktin që po rikthen traditën e të parëve. Pa mas lufte, sikur janë ndjek shtëpia të kështu dhe fëmija vogël, nuk kanë mujt për me vazhdu shumë traditën.